Shumë prej nesh nuk kemi mundësi dhe hapësirë që ta blejmë një kafshë për kurban, të kujdesimi për të, ta prejmë atë në kushte shtëpiake dhe ta shpërndojmë mishin e saj. Andaj shumë besimtar e paguajnë thirrjen e kurbanit në Islamic Relief Kosova, e cila e bën thirrjen dhe shpërndarjen e kurbanëve sipas standardeve fetare dhe kushteve të larta higjienike. Islamic Relief Kosova me përgjegjësi të madhe bën shpërndarjen e mishit të kurbanit te familjet në nevojë për të dërguar në vend amanetin tuaj. Jo pak prej këtyre familjeve ushqehen me mish shumë pak herë brenda vitit. Andaj të gjitha këto familje janë në listat tona të cilat pranojnë ndihma gjatë gjithë vitit nga ne. Shpërndarja e mishit të kurbanit bëhet në familjet me fëmijë jetim dhe në ato familje që jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Andaj, e janë në zyret tona apo vizitojnë në webfaqen tonë islamicreliefkosova.org. Duke paguar kurbanin tuaj në Islamic Relief Kosova, ju ndihmoni shumë familje me fëmijë jetim.